Gjithë mirë se vini njërë tjetër në Vildana Eva. Në këtë video do ju tregoj si të realizoni kaçorelat, sikur I kam unë. Por sekreti është që do I realizojmë pa përdorur pjastrën, pa përdorur mashën, pa përdorur tharsën e flokëve, por vetëm një fash, sikur kjo këtu. Ju lëm videon pa humbur kohë, shpresoj t'ju pëlqej dhe bashkëshihemi në një video tjetër. Ciao, ju puth! Flokët dhe I kemi kaluar tek fasha, do keni një diçka të ngjashme. Dhe do e mbani sa më shumë kohë që të keni. Domethënë, unë tani është ora 4 e pasdites, është e shtunë edhe po bëj këtë gjë sepse në darkë do të dal me burrin, me shoqërinë, gjëra të tilla. Edhe ma mirë mende do dal nga ora 9:30, akoma nuk e di. Por ndërkohë unë dal edhe me flokët kështu, ku diun për shembull të shkoj të bëj pazaret, të dal, bëj punë të shtëpisë, gjithçka. Edhe sepse sipas mendimit tim është edhe një model flokësh I lezetshëm, sepse I kemi gjithë flokët të mbledhur në rregull, pastaj mua më pëlqen të përdor një fash të tillë që ka edhe një fjongo apo një zbukurim. Edhe përndryshe, nëse nuk keni kohë gjatë ditës, mund ta bëni edhe në darkë. Para se të flini, I lani flokët, I mblidhni me fashën, edhe shkoni flini normalisht. Nuk është shumë komode si mënyrë, domethënë për të fjetur me flokët e mbledhur, kështu sepse kemi gjithë këto gungat rreth kokës, por nëse ju I duroni, më mirë për ju. Unë e kam provuar shumë herë, po pastaj jam zgjuar gjatë natës edhe I kam hequr të gjitha sepse më duket sikur më shtrëngon. Nuk shtrëngon as pak, domethënë varet se sa flokë keni ju, se si e shtrëngoni fashën, varet gjithçka nga ju. Domethënë, bëni disa prova, edhe shikoni se si jeni më rehat, më komode për shefin tuaj. Tani unë do iki, do bëj punët e mia, gjyrat e mia, edhe shihemi pastaj dhe ju tregoj se si dalin, domethënë, kaçorelat kur ta heq fashën. Ciao!